Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe tani do të fokusohemi tek Gjesti dhe tek Xheneta. Finalistja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetau është shndëruar në një nga personazhet më të dashura dhe më të komentuara të këtij formati. Jo vetëm për qëndrimet e saj të forta në lojën e mençur, por edhe për marrëdhënien e ndërlikuar që zhvilloi gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë me një tjetër banor, me Gjestin. Që në javët e para të Big Brother VIP Kosova 3, ndjekësit vunë re një kimi të veçantë mes Xhenetës dhe Gjestit. Shpeshherë shfaqeshin pranë njëri tjetrit, bisedonin me orë të tëra, qeshnin dhe krijuan një lidhje emocionale që për shumë kënd dukej më shumë se sa miqësi. Shikimet, gjestet dhe mënyra se si kujdeseshin për njëri tjetrin lanë të kuptohej se mes tyre kishte diçka më tepër, madje edhe banorët shpesh aludonin për një lidhje romantike, por të dy ishin të rezervuar në deklarata. Publiku nisi të investohej emocionalisht në raportin e tyre. Rrjetet sociale u mbushen me komente, montazhe dhe fanpage që mbështesnin një lidhje të mundshme mes tyre. Disa e shihnin Xhenetën si të përkushtuar dhe të ndjeshme ndaj Gjestit, ndërsa të tjerët mendonin se Gjesti po e përdorte afërsinë me të për strategji të lojës. Në këtë mes, Xheneta shpeshherë tregonte me veprime se ndjente diçka më shumë, edhe pse përpiqej të mos e shfaqte qartë këtë gjën për kamerat. Pas përfundimit të spektaklit, ku Xheneta arriti deri në finale dhe fitoi simpatinë e një publiku të gjerë, ajo vazhdoi të jetë aktive në rrjetet sociale, duke komunikuar rregullisht me ndjekësit dhe duke falenderuar ata për mbështetjen të madhen. Në anën tjetër, Gjesti mbajti një profil më të ulët dhe në disa intervista pas përfundimit të spektaklit u shpreh me një ton të ftohtë për raportin me Xhenetën. Në një deklaratë që tronditi fansat e çiftit të mundshëm, Gjesti u shpreh prerazi se nuk ka asnjë interes për të pasur ndonjë vazhdimsi apo raport me Xhenetën jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Kjo deklaratë u interpretua si një mohim i plot i gjithçkaje që kishte ndodhur mes tyre brenda shtëpisë dhe shumë djegës të Xhenetës ndjen një zhgënjim. Ndonse nuk pati një reagim të drejtë për deklaratën e Gjestit, Xheneta zgjodhi mënyrën e saj për të komunikuar me ndjekësit përmes fotografive dhe mesazheve me domethënie. Në postimin e fundit të rrjeteve sociale, ajo u shfaq me një fustan shumë elegant dhe me përshkrimin domethënës vështirë për tu haruar. Domethënë, Xheneta ka lënë të nënkuptohet që Gjesti e ka shumë të vështirë për ta haruar atë. Domethënë, bëhet fjalë për këtë fotografinë që ju realisht po shikoni tashmë, është po me këtë fustanin dhe normalisht që këtë thumbin Xheneta ja dedikon Gjestit, që jo Xheneta e ka vështirë për ta haruar Gjestin, por ana sjelltas Gjesti e ka vështirë për ta haruar fenomenin Xheneta. Ky postim për shumë fansa ishte një përgjigje e heshtur, por shumë e qartë ndaj ftohjes së Gjestit dhe qëndrimit të tij. Një grua që ndon se është lënduar nuk lejon askënd ta ulë vlerën e saj. Nëse një mesazh që tregon se ajo që jetoi nuk mund të fshihet thjesht me një fjali të thënë në një intervistë nga ana e Gjestit. Historia mes Xhenetës edhe Gjestit ndoshta nuk përfundoi siç shpresonin fansat, ajo dukej si një lidhje me potencial, u kthye në një zhgënjim për shumë kënd. Megjithatë, Xheneta doli nga kjo eksperiencë më e fortë, më e pjekur dhe më me ndjekje të madhe që e mbështet në çdo hap. Në fund të fundit, ajo e tregoi me veprime se nuk ka nevojë për dikë që nuk e vlerëson, sepse ndonjëherë ata që janë vështirë për t'u haruar janë ata që jetojnë me të vërtetën, pa maska dhe pa lojra, dhe Xheneta pa dyshime është njëra prej tyre. Në fakt, ky ishte thumbi i Xhenetës që solli drejt për drejt Gjestit. Domethënë, Xheneta ka luajtur një rol interesant, paktën krahasuar me disa personazhe të tjerë. Xheneta ka qenë pak më transparente në Instagramin e saj dhe ka përdorur Instagramin për transparencë. Dhe kur është dashur që të flet apo të thotë diçka, Xheneta ka bërë pa hezituar fare.